dhe më pyetët ç'është për ty historiografia, historia e Shqipërisë dhe historiografia në tërësi. Për mua, gjithë vitet që kërkoj dhe që punoj në arkiva, dokumentacion të gjithë ngjyrave të greqishtes, nga dokumentacioni bizantin, nga dokumentacioni latin e tjera, për mua, ka thesare të pafund për historinë tonë, dhe historiografia jonë për mua është një, në përgjigje drejt për drejt, është një minjerë e pasur për të mos thënë ari, por është një minjerë që ka pasurit të paçmuara. Një pjesë e madhe e tyre është tërësisht e panjohur, kemi njohur një pjesë të tyre, por kemi shumë pjesë të tjera të panjohura, të pandriçuara ende. Ka fonde të tëra dokumentare për historinë tonë, për ngjarje, për individ, për luftra, por jo dhe për luftra, sepse shpesh historinë e kuptojmë si periudhë ndeshjesh, u vran kaq, u ndeshin këtu bë kjo, por edhe kulturash. Ne kemi prurje të paimagjinueshme, të panjohura edhe në fushën e kulturës nga e kaluara jonë. Pra, kjo minjerë duhet të vazhdojë të punojë së pari për të nxjerrë të panjohurat, se unë mund të përsëris ju, të them ka thënë kështu, ka thënë, jo, çfarë të tjera të reja kemi të panjohura. Se ato të njohurat për t'i interpretuar, dim t'i bëjmë, jo çfarë të panjohura të reja. Okej. Do ta ndërthurim intervistën zoti Koçollari me disa fotografi. Unë kam vënë, në fillim kam vënë disa nga botimet tuaja, nuk i kam vënë të 18-ta, por ky është i pari. Tani ky është libri juaj i parë, Spionazhi ndër shekuj, sigurimi? Jo. Ky nuk është i pari. Jo, nuk është i pari. Ky është i pari është Arvanitët. Arvanitët do ta kem më pas, po flasim pak për këtë. Po. Kur ju botonit pjesë nga ky libër pa e botuar librin, ose mund ta kishit botuar se jo, pa e botuar. Në revistën Aks, pjesë e gazetës Koajon, ku unë punoja dhe isha pjesë e stafit me kryedaktore Moza Dervishin, që përshëndes nëse na ndjek, se ishte edhe merita e saj që të gjuajti, thojza. Kur ju botonit, ç'është ky thoshit? Do Shqipëria ishte aq e tallazuar, ne veshim me historinë e sigurimit shtetit, por e shkruar nga Irakli Koçollari. Tani, si arritet ta shkruaj këtë libër, se kjo është ishe një qikuzim në të kohë, me thënë drejtë. Po është e vërtet. Të jemi sinqert, dhe ta them kështu, unë se kam bërë në një bisedë, e kam bërë me ndërgjegje që të pres, sepse ishte kohë e sulmeve, sigurimi, që kur e tërë e keqe madhe këtij vendi, nuk e kishte sistemi politiko-ekonomik, po e kishte një instrument, një strukturë këtij shërbimi. Nuk e kishin përgjegjësinë edhe ligjvënësit, as ekonomistët, as stafet akademike, po e kishte vetëm. Ky është një instrument ligjzbatues, asnjë gjë tjetër. Por nuk është vetëm liria e mendimit që ka ndjekur dhe spionazhin e huaj. Ka ndjekur dhe kërcënimet që i kanë ardhur këtij vendi nga rrethet ose vendet jo mike, për të mos thënë armike, të cilët e kanë atakuar dhe janë përpjekur për ta goditur dhe për ta coptuar vendin tonë. Duheshin thënë këto në atë kohë, kur vetëm këto duheshin thënë. E prisja që mund të kishte reagime, mbasi e bëra këtë? Padyshim. Kjo ishte një arsye. E dyta ishte se në tregun ton të dijes, të librit, nuk ishin botime, unë ç'është historia e Shqipërisë, s'kishte fare. Ke qartë tokën. Po. Dhe atu i marrë një kulturë e përgjithshme për të kuptuar më ç'janë këto struktura dhe si funksionojnë. Dhe e fundit, ç'ishim ne në këtë botë të madhe, gjatë kësaj periudhe gjysmë shekullore, që u quajt luftë e ftohtë, ç'vendzinim. Po se një pjesë interesante do të thosha, sepse Shqipëria është vendi i parë në historinë e këtij globi që quhet tokë, që u godit nga lufta e ftohtë. Operacionet e para të luftës ftohtë janë operacionet e para drejtuar Shqipërisë. Vendi i parë. I pari. Është operacioni nga amerikanët, nga grekët, nga jugoslavët dhe italianët. Po anglezët? Sigurisht, anglezët bashkëpunuan, janë operacionet përbashkëta. Operacionet e thritura nga anglezët me përmendje janë valuable, vlefshmja, ndërsa amerikanët e titulluan operacionin është 94 faqe, kur u miratua plani për këto operacione, fjend, djalli. Kështu e kanë, Nov ka e koduar për këto operacione, por po kaq aktiv dhe agresiv kanë qenë grekët kundër nesh, dhe në 49 që pastaja filluan operacionet ushtarake në kufimin e. Po kaq më të egër nga këta, nga amerikanët dhe kanë qenë jugoslavët. Të them për shkak vetëm një shifër të thjeshtë. Jugoslavët, vetëm në vitin 52,
ka ndërguar rreth 84 banda. 84 banda. Po, dhe janë vrarë 127 vetë, që njëri si përmend, po shqiptar, Roje Kufiri, qytetar të thjesht. Po. Po mirë, ata banda që dërgoni këtu ishin shqiptar apo serb? Jo, ata janë, shiko, kontingjenti, sepse Serbi nuk e njeh territorin. Të gjithë shërbime dërgojnë kontingjentin e këtij vendi që njeh. Po çfarë ishin ata shqiptar? Po, ish kolaboracionist. Ish njerëz fashist, se përmendin shpesh u vra filani, ai diversant kështu, po ai i ka marrë titull heroj. Ai ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Fashiste gjatë pushtimit në Shqipëri. Iku bashkë me fashistët, u trajnua dhe erdhi këtu dhe vrau njerëz. Tani kam një pyetje unë që bëj shpesh. Kush ishte heroi? Ai kufitari që mbronte kufirin apo ai diversanti që kërkonte të fundesh këtu dhe do të rrezonte regjimin e Enverozës? Po, e shikojmë pra, domethënë ne akoma jemi përpara dilemës. Jo, unë do të mbroj atë, ky është e punë e parë. Dhe unë nuk do të flas me fjalët e mia, do të them çfarë thot në një dialog. Po. Të kthehem tek për t'ja u thënë me rastin konkret. Në 49-ën, po, në periudhën e luftës civile në Greqi, kur trupat partizane triqeshin drejt Gramozit dhe kufirit Jugosllavi dhe Shqipëri, dhe pastaj kaluan ato fuqitë dhe anglezët, se i mbështetën anglezët, grekët, ndërkohë amerikanët marrin informacionin se bashkë me avancimin e frontit drejt kufirit ton, trupat greke do godasin territore shqiptare për të marrë atë që ata edhe sot për turp e thrasin Vorje e Pirë. S'ka Vorje e Pirë. Ka Republikë të Shqipërisë. Në asnjë hartë politike të vendit tonë nuk kemi ç'është kjo Vorje e Pirë. Janë pretendimet, ky term përdoret nga qarqet shoviniste anti-shqiptare me pretendimet mbi territoret tona. Të mos zgjatem te kjo, ambasada, Shërbimi Sekret Amerikan merr informacione të sakta që kur të vinë forcat që ndjekin partizanët grek, ata do të godasin e kufit dhe do të shtrinë operacionet në thellësi për të marrë atë që ata e pretendonin. Nga Departamenti i Shtetit ambasadori amerikan në Atinë merr mesazhin të takoni kryeministrin ose ministrin e jashtëm, Pinelis ishte, Papagos ishte generali që drejtonte trupat në atë kohë, është me gradën e marshallit, Aleksandr Papago, ai drejtoi gjithë operacionet kundër forcave partizane. Të takohet edhe i dhe t'i thoni, Departamenti i Shtetit ka informacione se ju në vazhdim do të godisni territoret shqiptare ushtarakisht. Ne mendoni që në atë kohë ne nuk kishim marrëdhënie diplomatike me Amerikën. Fare. Thot, ne njohim Shqipërinë si një vend sovran me territoret dhe sovranitetin e saj të patjetërsueshëm dhe të paprekshëm. Nëse ju do të bëni atë, sigurisht ne do të mbajmë qëndrimin tonë. E di çka thënë ai marshalli Papagosi? Çfarë i thotë? Thotë, po ju jeni duke dërguar tani ca grupe diversant për përndysur regjimin. Po, i thotë, është e vërtet. Ne jemi për një qeveri demokratike, po kurse si të cënojmë tërësinë territoriale të Shqipërisë. Këtu është ndryshimi. Tani unë të kthehem ke pyetja që thatë ju. Unë kam një detyrë të mbroj atë tim. Problemet e qeverisë këtu i zgjidh vetë populli shqiptar. Do të jetë ajo lloj qeverisje apo do të jetë një lloj qeverisje tjetër? Dhe shpesh ne mbetemi vetëm tek Shqipëria, i nderuar gazetar, po ishte gjysma e këtij rruzulli që kishte zgjedhur atë sistem. E para. E dyta, nuk ishim ne që vendosim, se shpesh thonë vendosi Enverozja, po kush e pyeste? Kush e vendosi? Po vendosën fuqitë e mëdha. Të them vetëm një detaj. Si fuqitë e mëdha, CIA synonte të rrezonte Enverozën dhe dështoi? Po sepse ishte vendosur atëherë, këtu nëse doni t'ja u them edhe detajet e tjera. U vendos dhe ndarja shpesh thonë jarta. Jo, ndarja nuk është vendosur në jartë, është vendosur që në maj të 44-s. Ka një udhëtim direkt të Churchillit, një takim sekret të Churchillit, po njerëzit sigurisht dëgjojnë një llafë dhe ata e përdorin pa e lexuar gjikundi, pa e ditur dhe pa e mbështetur dhe pa argumentuar me prova as gjikundi. Në maj të 44-s, vazhdonte ende se në maj të 45-s hyn trupat aleate në Berlin. Në maj të 44-s sigurisht strategët ushtarak e kishin parashikuar, do në fundin e luftës do të ishte i shpejt, Gjermania do të shkatrohej nga goditjet nga të gjitha anët e aleatëve antifashist. Dhe Churchilli merr një fluturim sekret dhe mbrin në Moskë. Në atë kohë kanë ftuar dhe presidentin amerikan, çuditërisht ai nuk ka vajtur, dhe sot nga Roosevelt. Po, nuk del, pse nuk shkoi? Thuhet që ngarkoi ambasadorin amerikan në Moskë, që të merrte pjesë si palë në këtë takim. Po as ai nuk shkoi. Pse nuk e sqaroi? Probleme kështu që ishin paralizuar. Po. Ishin paralizuar. Dhe në biseda aty me Stalini, Churchilli
e thotë shumë bukur, ka pasur pen të mirë, Churchilli do të thënë siç është. Jo më kot i kanë dhënë çmimin Nobel. Nobel. Po. Dhe e përshkruan momentin kur i i propozon Stalinit për ndarjen. Është shkruar kjo. Jo vetëm kaq, po gjendet edhe prova materiale. Cila është prova materiale shumë interesante. I thotë lufta po shkon drejt fundit. E thotë Churchilli thotë që do të gjeja momentin më të përshtatshëm që unë t'ja propozoja Stalinin idenë për ndarjen e Europës. I thotë lufta shkon drejt fundit. Ne jemi fitimtarët. I thotë po sikur ne të bëjmë një ndarje ne fitimtarët të me të tjerë. Dhe thotë unë shkrova, ka marrë një format atë 4 si që kini ju ka palosur, e palosa do dhe në formë shkriti shkruaj ta. Fillova të shkruaj Poland dhe Riu, 100% ist, lindje. Zbresi më poshtë, vete ka Austria. Në Austri sa ishin futur, kishin vluar të futeshin në divizionet sovjetike. Dhe po ishin krijuar komitetet e partive e tjera në ato zona që ishin futur ato. Austria, W, West, perëndim, zbret më poshtë. Vjen ka Jugoslavia, 50% ist, 50% West. Domethënë Jugoslavia do të ishte në një influencë të dy anshme, dhe të perëndimit dhe të lindjes. Kalojnë nga Greqia. Greqia po thuaj 90% e territoreve ishte në kontrollin e Partisë Komuniste Greke, ishin shliruar të tëra. Ishin shliruar në atë kohë në maj 44. Po, ishin në kontrollin e Amit të gjitha. Po thuaj, kishin mbetur zona e Atinës dhe Pireut pak. Ai thotë, sepse anglezët kishin interesa historike prej kohësh me Greqinë, megjithëse ishte në të majtën, si thua që thotë 90% West, perëndim, dhe 10% Ist. Dhe po të shikosh historinë e Greqisë, ajo Partia Komuniste gjithë jetën atje në Greqi, vetëm 10% ka marrë. Po. Sa bukur. Po Shqipëria? U harua. Dhe të nesërmen, prandaj flasin, të nesërmen i ka thënë sekretarit i, që fatmirësisht ka pas qenë dhe në Shqipëri gjatë luftës, ka disa personazhe të çuditshëm që kanë qenë. Po Shqipërinë i thënë. I tha po Shqipërinë? Jo, se ta po Shqipëri, tha ne harruam një vend ditë, çështë. Jo, i tham të gjitha thaj. Po e bukur është, më fal të ta mbaroj atë. Mbasi mbaroi këtë dhe e palosa letrën ai Churchilli dhe në tavolinë të rrumbullak si çishin ata. Rreth asaj tha, ja hoda. Ajo mbeti në çudimin në mes, nuk mbriti atje. Ra një heshtje Dhe gjithë po shikonin copën e letrës, dhe çfarë ishte shkruar atje. Dhe kohë mbas pak asaj heshtje gati 1 minutë, sekretari i Stalinit u ngrit e mori dhe ja dha Stalinit, ai e hapi. Dhe me një laps, më kështu e të trash blu, pash që filloj të bënte kraba. Okej. Dhe në fund u ngriti kokën dhe tha, da, harasho. Po, në rregull. U vendos. E di çfarë i ka thënë, tani ti kthejmë përgjigje asaj që thatë ju. Jo, prit atë që harrove Shqipërinë. Po dalu do ta themi edhe atë, se kjo është akoma, do ta themi edhe atë. I thotë, po, a nuk të duket ironike, i thotë, tani vetë Churchilli që kishte shkruar ato, i thotë, a nuk të duket ironike, thotë, dhe cinike pak, thotë që ne, me një të rënd të lapsit, caktuan fatet e këtyre popujve? Jo, i thotë Stalini, sepse ne derdhëm gjakun, thotë, të madh. Dhe sovjetikët derdhën ka 20 milion të vrarë. 25 e dion. Tamam, është 22, ajo, pa të themi 20 milion të vrarë. Nga 50. 40 janë. 8 milion janë Gjerman, dhe pas të janë nga ta tjerët, popujt e tjerë. Thotë, ne derdhëm gjakun, dhe sigurisht në atakon, thotë ashtu. Pra, fati u vendos atje. Po, tjetër bashkë me fuqit e mëdha, po çfarë mund të vendosë se flasim kështu Enver Hoxha me 800.000 banor ishte në 44 në nëndor 900.000, s'kishe 1 milion, vishte vendi më i varë, po ç'vendosë për këta thonë, pse se a futen dot në terren, në kontekstin historik të ngjarjeve, po ç'ishet, po ti s'kishe pushk, më dha 2 pushk që ti dha, mezi i more 2 nga italianët e kapitulluar, 2 t'i jepnin anglezët.